Abu Bekr el-Kettani, një emër i panjohur për shumë prej masave të gjëra islame. Një ditë për i ditësh ky dietar i shuar po falej dhe një paudh, një hajdut, i merr xhyben dhe shkon në treg për ta shitur. Si pasojë e përqendrimit të tij në namaz, hoxha nuk e furi re që xhyben sapo ja kishin marrë. Mirë po pasi ra dakord në treg për shitjen, për çmimin e shitjes së asaj xhybeje, ndodhi ajo e cila nuk ishte parashikuar nga ky njeri. Në çastin që zjat dorën për t'ia dhënë xhyben blerësit, dora e tij ngrin ose thon ndryshe paralizohet. I gjendur në një gjendje kaq të vështirë, nuk gjeti rrugë zgjidhje tjetër vetëm se të rikthehet edhe një herë tek ky dietar i shuar për t'i kërkuar që ta bënte halal. Pasi ia dha xhyben me dorën tjetër, hoxha i drejtohet Zotit duke ngritur duart nga qielli dhe duke thënë: "O Zot, robi yt, e ktheu hakun të cilin e mori me të padrejtë. Ndaj ktheja dhe ti gjymtyrën e cila ju privua si pasojë e kësaj shkelje. Në jetë kurrë mos kërko t'i bësh shkelje dikujt, se Allahu subhanahu wa taala nuk e lën pa shpërblim dhe pa ndëshkim shkeljen e cila vjen nga personi i cili e ka zemrën e djegur. Ndaj t'i lutemi Zotit të na bëjë të mbar, të na bëjë të urtë, të na bëjë të drejtë, dhe o Zot mos na e merr shpirtin vetëm se si ditën që kemi ardhur në këtë dynja, të pastër dhe të bardhë me vepra të vyra të cilat të kënaqin ty. Amin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.